Asnjëherë mos të vendosni gjellën e nxehtë në frigorifer. Ju do të arrini të kurseni energji elektrike dhe përrjedhoj edhe para duke ftohur gjellën të cilën dëshironi ta vendosni në frigorifer. Nëse e vendosni gjellën të nxehtë, frigoriferi do të shpenzojë më shumë rrymë elektrike. Frigoriferi është një ndër shpenzuesit më të mëdhenj në shtëpi. Me përdorim të keq, ky shpenzim mund të rritet. Për shembull, mund të kurseni nëse e ftohni tërësisht gjellën të cilën dëshironi ta fusni në frigorifer. Nëse e vendosni gjellën të ngrohtë, frigoriferi do të shpenzojë pa nevojë më shumë energji elektrike. Për të mos shpenzuar energji elektrike pa nevojë, është me rëndësi që në frigorifer ta rregulloni temperaturën e brendshme, as shumë të nxehtë, as shumë të ftohtë. Temperatura e brendshme e rekomanduar për frigoriferin është 4 gradë Celsius.